Faleminderit. Ju si jeni? Përshëndetje. Jam mirë. Do t'jetë në datën 5 dhjetor. Do t'jetë në orën 12:13 të natës, pra menjëherë sapo të ketë filluar data 5 dhjetor, deri në atë ditë. Kur jemi në periudhën deri tek hëna e plot, mund të bëjmë gjithçka që është duke u zmadhuar. Pra, në qoftë se doni të filloni diçka që të shtohet edhe më tepër vullneti, mund ta fillojmë në këto momente, si për shembull, mund të filloni sportin, cila është diçka që do t'ju këshilloja. Duke qenë se atëherë do të kemi mbaruar edhe retrogradën e Mërkurit, do të kemi shumë më tepër aftësi që të shikojmë gjatë me logjik, do të jemi edhe më tepër efikas në këto moment, në këto lloj gjërash. Dhe për sa i përket edhe manifestimit, nëse dëshironi mund ta bëni edhe atë. Këshilla ime do të ishte që të manifestoni më tepër përshëndetin, duke qenë se edhe gjatë asaj dite do të kemi një trekëndësh ujë. Ky është ndikim pozitiv sepse do të thotë shërim dhe shenja e peshores. Për shenja e peshores, në siç ishte edhe tek shenja e luanit, duke qenë se kjo hënë plot ka këndë pozitive me ta, ndikime në përgjithësi do t'i ketë më të buta. Pika ku do t'i këshilloj që t'jenë shumë të kujdesshëm vetë, që është mënyra se si komunikojnë. Personat që shenja peshorës është shenja që mund të ketë rritje më të madhe nga të gjitha të tjerët, vërtet mund të ketë rritje kolosale, sidomos në lidhje me karrierën dhe të ardhurët material, por është edhe shenja që do të shkënjehet më tepër, sepse do të shkënjehet nga njerëzit e tyre më të dashur. Jo nga partnerët, këtë po them, por do të jetë më tepër nga vëllezërit, motrat, kushërinë, pra rrethi i ngushtë. Prandaj edhe është edhe shenja që mund të dalë pak më melankolike nga kjo. Që do të këshilloj për shenjën e peshorës, se më them si fillim, çfarë duhet të bëjnë në mënyrë që të kaloj këtë periudhë pak më thjesht. Do të këshilloj që ata vetë të fokusohen pak më tepër tek botë kuptimit të tyre. Tema të cilat deri në këtë moment ndoshta i ka dalë moda. Këto është bëhet fjalë më tepër për ideologjitë e tyre. Njëta gjë është e vlefshme dhe në lidhje me edukimin e lartë. Në qoftë se ndjejmë të nevojshme të marrim edukime të reja, pra ndoshta trajnime e të tjerë. Do t'i këshilloja shumë që të bëni udhëtime shenjës së peshorës, por normalisht që do të jemi të kontrolluar, pra të mos jemi impulsiv në veprimet tona, sepse edhe argjimin duhet t'i mbajmë në kontroll. Pra në qoftë se kemi mundësinë, po e nënvizoj. Udhëtimet me automjete në këto momente nuk janë shumë të këshilluara deri tek hëna e plot që është në datën 5. Sepse mund të përballemi shumë më tepër probleme me automjetet. Dhe duke qenë se shenja e peshorës ka shumë të prekur edhe sistemin riprodhues, do të këshilloj që edhe kjo të jetë një nga temat të cilat janë të kujdesshëm. Çfarë duhet të them me këtë? Të gjitha lidhjet në këtë moment janë pak të sfiduara, sidomos lidhjet e reja. Por duke qenë se vazhdojmë, jemi në periudhën që mund të kemi shpërndarjen e infeksioneve dhe shenja e peshorës që thash është e prekur tek sistemi riprodhues, që këshilloj që këtë pikë të jemi shumë të kujdesshëm. Pra me kë kemi marrëdhënie, po e them hapur dhe qartë. Ndërkohë që pika ku mund të kemi shgënjime, siç e thash, është tek marrëdhëniet me rrethin tonë të ngushtë. Normalisht që kjo bëhet në mënyrë që ne të përzjedhim dhe të kuptojmë mirë se cilët janë personat që na i ka me të mirë dhe kush na i ka me të keq. Por është diçka që do të bëhet vërtet e dhimbshme për ata të cilët do të përballen me shgënjime ose me thashëtheme, shpërndarje thashëthemeve nga persona që deri në këtë moment e kanë pasur besim. Çfarë do të vëmë re pas kësaj, ose më them si do të lërë kjo hënë plot? Do të lërë si persona të cilët janë shumë më tepër të vetëdijshëm, janë më të kujdesshëm në mënyrë se si komunikojnë. Ndërkohë që deri në këtë moment natyra e tyre është që të jenë diplomat dhe të mundohen që të flasin në mënyrë që t'i përfshin të gjithë, pas kësaj do t'jenë pak më të prerë. Kjo edhe sepse do t'jenë të lodhur, por edhe sepse do të kuptojnë që një lloj diplomacie është edhe e vërteta. Do t'i bëjmë mirë të jemi realist, por kjo nuk do të thotë që është e thjeshtë. Dhe pika ku do të kemi ndikimet më të fuqishme është kariera. Këtu do të kemi një rritje të vazhdueshme për shenjën e peshorës, do t'i këshilloj që ta përdorin këtë moment, sepse mund të kemi edhe rikthime të mundësive, sidomos ata që në një farë mënyrë, pra në një mënyrë ose në tjetër janë në skenë,
mund të jenë të rëndësishëm tek vendi i tyre punës, ose mund të jenë edhe udhëheqës e prorit të tjerë. Pak rëndësi ka dhe drejtor, ose përgjegjës të një fushë të një pjesë të caktuar të asaj pune, do të këshilloja që këtë moment ta merrni me seriozitet, punoni pak më tepër me seriozitet pra, sepse kemi mundësi shumë të madhe për rritje. Nëse doni të zgjeroni fushën ku ju jetoni, ku punoni, kërkëndjes, edhe kjo është një nga mundësitë. Duke qenë se hëna është duke u zmadhuar, kemi mundësi që të krijojmë në këtë moment edhe shenja peshores. Gjatë kësaj hëne të plot, do të ketë drejtues natyre që është Venusi tek një fix i cili na jep ndihmë shumë të madhe, sidomos nga femrat. Prandaj dhe do të këshilloja që të marrim mendimin e personave, e femrave tek të cilat kemi besim për të krijuar bizneset tona. Nuk ka rëndësi se çfarë gjinie jemi ne, e rëndësishme është se çfarë gjinie është ai përballë, duhet të jetë femër. Okej. I përmenda të gjitha. Doni çështje sentimentale, besoj. Çështje sentimentale nuk është se preke nga kjo hënë plot. Në qoftë se preket diçka, është martesa, duhet jemi të kujdesshëm për ato që nuk janë të shëndetshme, sepse nga kjo hënë plot mund të thotë edhe mbarimi i menjëhershëm. Por mund të thotë edhe martesë e menjëhershme, pra mund të kemi edhe prezantim shumë pafaf. Prandaj në qoftë se është një lidhje pa shëndetshme, do t'i këshilloj që të komunikojmë hapur që të zgjidhim problemet. Akrepi. Kjo hënë plot për shenjën e akrepit është ndikim i fuqishëm tek të ardhurat materiale të përbashkëta. Është ndikim shumë i fuqishëm tek trashëgimit, tek kredit, po ashtu dhe tek karmat. Po i zgjedhim të gjitha me radhë. Për sa i përket trashëgimive, do të kemi mbylljen e cikleve, sidomos ato që kanë qenë problematike dhe kanë ndikuar të gjitha marrëdhëniet familjare. Kjo hënë plot do të zgjidhë këtë si problem. Mirë apo keq, është në vartësi të kushteve, ose në vartësi të rasteve. Për sa i përket tregtisë apo marrjes së kredive, edhe ky është ndikim i përzier, por në përgjithësi pozitiv. Këtu këshilla do të jetë që ne të jemi të vetëdijshëm dhe të mos bien pre e manipulimeve dhe në disa raste edhe mund të kemi dhe sabotimin e personave që i kemi njohur, kemi kohë, prandaj dhe këshilla ime do të ishte që të bëjmë analizat vet, të bëjmë studimet vet dhe të marrim vendimet vet për të gjithë ato që janë tek shenja e akrepit. Ndërkohë që për sa i përket karmave, kemi mbylljen e cikleve. Kjo shumë e rëndësishme, kemi mbylljen e cikleve shumë të vështira për shenjën e akrepit. E përmenda në fillim që kemi rikthimin e të gjitha tematikave që kanë qenë të hapur që nga maj, ose që i kemi mbyllur kështu shkeleshko në maj. Do të rikthehemi në mënyrë që ne të gjejmë zgjidhje përfundimtare. Këtu është e vlefshme sidomos me të ardhurat materiale. Edhe ato të përbashkëta që kanë ardhur nëpërmjet bashkëpunimeve, po edhe të ardhurat materiale tona, personale. Për këtë arsye, shenja e akrepit deri tek hëna e plot do t'i këshilloj që të gjitha argjimet që po bëni ti llogarisni mirë. Do t'i këshilloj që të llogarisni edhe një herë në retrospektiv të gjitha argjimet që kemi bërë deri tani dhe të gjitha investimet që kemi bërë deri tani. Po ashtu edhe të shikonim edhe një herë të gjitha borxhet që kemi dhënë, borxhet që kemi marrë, sa le kemi marrë apo kemi dhënë e të tjerë, edhe në lidhje me çfarë marrëveshjesh kemi bërë deri në këto momente, sa efikase kanë qenë, sa s'kanë qenë. Pra, buxhetin duhet ta rishikojmë në këtë moment deri tek hëna e plot. Pas hënës së plot, pra në fazat të spes, duhet të fillojmë që të jemi pak më efikas dhe të heqim nga jeta jonë gjërat të cilat nuk janë funksionale. Kjo është arsye që po e them. Pra deri tek hëna e plot, shenja e akrepit do të këshillojmë me ngulm që të shikoni, të rishikoni çdo gjë që ka të bëjë me anën e tyre materiale, me financat e tyre. Pika ku do të ndikojnë më tepër është pikërisht kjo. Ndërkohë që ciklet karmike që do të mbarojnë, mund të jenë edhe ciklet karmike që kanë të bëjnë në lidhje me martesat. Për këtë arsye mund të kemi edhe divorcet, ose mbarimin e një lidhje. Për shenjën e akrepit mund të thotë, sepse kjo do të thotë mbyllje e një periudhe, mbarimi i një periudhe dhe mbyllje edhe një lloj identiteti, domethënë. Është shumë ndikim i fuqishëm, mund të bëhet pak i lodhshëm dhe shenja e akrepit mund ta lodhë pak më tepër veten e tij
këshilla ime do të ishte që çdo gjë nuk funksionon ose që po dridhet domethënë për të ikur, deri në ikje. E di që nuk ekziston një shprehje në shqip, po nuk gjeta tjetër, mos ma vini re. Prandaj edhe për shenjën e akrepit, këto janë tema të cilat do të jenë shumë të fuqishme, mund të lër pak të lodhur për këtë arsye. Shëndeti do të jetë i prekur, vazhdon që të jetë i prekur, duke qenë se kemi një Chiron i cili ka kënde negative. Dhe është e vendosur tek shtëpia e tyre shëndetit. Shenja e akrepit për këtë arsye është shenja më e prekur në lidhje me shëndetin. Gjitha infeksionet që përmend do ta prekim më shumë. Pjesa e fytit për shenjën e akrepit mund të shtohet plus sepse do të vazhdojë që të ketë edhe probleme dhimbjen e kokës. Edhe për ata që nuk kanë pasur dhimbje kokë për shembull deri në këtë moment tek shenja e akrepit, në çfarë periudhë pas kanë pasur. Për shembull edhe unë një nga këta, që nuk mbaj mend rrallë tek, çfarë periudhë kanë pasur shpesh. Ndërkohë që infeksionet tek syt, edhe kjo mund të vijë më tepër tek shenja e akrepit. Dhe më kam pyetur disa herë dashuria tek shenja e akrepit. Po e them në këtë mënyrë. Për ta do të kemi rikthimin e mundësive, por jo nga ish partnerët e tyre. Edhe në qoftë se mund të vinë, është mundësi e vogël, por edhe në qoftë se mund të vinë, në përgjithësi do të jenë persona të cilët, po them një thjesht ish partner, do të jenë persona të cilët do të kërkojnë falje, do të kërkojnë që të mund të ikin domethënë në mënyrë më të shëndetshme, pra nuk është se do rikthehen për të kryer lidhje, tamam. Edhe në qoftë se krijohet e lidhja nuk besoj se do të jetë shumë afatgjatë, këtë po e analizoj. Kurse lidhjet të reja, rikthimi i personave që kemi njohur në të shkuarën, e të tjerë në këto momente është vërtet shumë efikase. Por ndikimi që kishim këtë javë për shenjën e akrepit që të mos dashurohemi me iluzione, do të vazhdojë që të jetë efikas deri në fund të dhjetorit. Kjo hënë plot e prek shumë. Po e nënvizoj, e prek shumë këtë temë, sepse vërtet që mund të bien pre iluzioneve që ne krijojmë në kokën tonë. Kjo është e vlefshme sidomos për çështjet sentimentale. Prandaj, të gjithë ata që janë tek shenja e akrepit, do t'ju këshilloj që të jemi shumë të vetëdijshëm dhe realist. Të mos fokusohemi tek ajo çfarë mund të jetë, të fokusohemi tek ajo që është. Kaq. Por përveç kësaj, nëse jemi realist, kemi fat. Mund të krijojmë lidhje të reja shumë të shëndetshme. Okej. Besoj se u servu. Dhe shenja e Shigjetarit. Atëherë, gjatë se hënë të plot, dielli, Marsi, do të jetë i vendosur tek shenja e Shigjetarit, po ashtu edhe Venusi. Kjo do të thotë që është shenja më aktive. Do të jetë aktiv në çdo aspekt të jetës së tyre, por sidomos në lidhje me identitetin që ata kanë. Për këtë arsye, do të kemi prova, fillime të reja, mbarime. Kjo nuk është e vlefshme për çështjet sentimentale, është e vlefshme në lidhje me biznese, është në lidhje me kontakte, po ashtu edhe me mundësi si për të dalë jashtë shtetit, për të ndodhur brenda në Shqipëri ose vendet ku jetojmë, po ashtu edhe për të krijuar një biznes të ri, e njëjta që është e vlefshme për trajnime. Në këto momente ka shumë ngjarje që po ndodhin tek shenja e Shigjetarit. Arsye kësaj është që ata të kuptojnë se çfarë duan, çfarë ju duhet. Për këtë arsye, edhe mund të stimuloj shumë dhe ky stimulim mund të bëjë ata që të jenë hiperaktiv dhe si rrjedhë mund të mos zgjedhin atë çfarë nevojitet vërtet. Prandaj dhe në vend që të kthejmë kokën sa ndaj këtej, do të këshilloj që të bëjmë një plan dhe një program. Pika, ku mund të kemë probleme qëse periudhe, do të jenë thashë teme që dalin në lidhje me partnerët e tyre, për ata që kanë partner. Ose mund të marrin vesh edhe informacione për ish partnerët. Ose njerëzve të tjerë mund të përhapen thashë teme në lidhje me ne vetë. Prandaj dhe, në rast të po i marr të gjitha me radhë. Në rastin kur përhapen thashë teme në lidhje me partnerët tanë, sidomos ata afatgja, do të këshilloja që të flisnim dhe të komunikoni vetëm me partnerin tonë. Ka shumë rëndësi kjo. Jo të besojmë majtas e djathtas, po të flasim dhe të komunikojmë hapur me partnerin tonë dhe në bazë të saj të vendosim. Për ish partnerët tanë, nëse marrin vesh në thashë teme të tjera, në varësi të saj, mendimi im është që është e shkuar, mos merrem me kot me atë, është humbje kohe. Ndërkohë që në qoftë se përhapen një thashë temë në lidhje me ne, që ka mundësia më e madhe, këshilla ime do të ishte që të gjithë ata që janë tek shenja shigjetare të fokusoheshin më tepër tek gjërat që kanë rëndësi. Ndërkohë që për sa i përket thashë temit, do t'i këshilloj që të sqarojnë vetëm personat të cilët i pyesin, sepse ndodhi çfarë ndodhi. Sepse ata janë vërtet persona që janë të rëndësishëm në jetën e tyre. Pika ku do të kemi rritje më të madhe për ta do të jetë në lidhje me karrierën dhe krijimin e stabilitetit ekonomik. Kjo është arsye që thashë të fokusohemi më tepër te gjërat që kanë rëndësi. Duke qenë do të kemi mbarimin e një periudhe
që ka qenë shumë e lodhshme për ta, ku mund të kemi qenë pak të shterur sepse nuk dinin se si të përdornim edhe mundësi që ndoshta kanë ardhur në jetën tonë. I kishim në një zonë e cila nuk është e perceptonin shumë mirë. Ndërkohë që tashmë Venusi është tek shenja jonë. Prandaj dhe për shenjën e Shëgjetarit do të kemi mundësi shumë të madhe për rritje. Do të kemi pak a shumë daljen më tepër në skenë, do të jemi një figurë e cila do të jetë më e kërkuar. Prandaj dhe ato thashë temet që dalin, domethënë për mendimin tim mund të përdorim si reklam, për shembull, për të dalë pak më tepër në skenë. Dhe për të rënë në sy tek personat që duam të bijmë në sy. Pra, e kemi në dorë se si i përdorim gjithmonë gjithçka. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit, edhe kjo është një nga shenjat më të prekur, për shenjën e Shëgjetarit më tepër do të kemi të prekur kësaj radhe sistemin nervor, po ashtu edhe sistemin tretës. Ndërkohë që pjesa e këmbëve që nga legeni poshtë tek shenja e Shëgjetarit është një nga zonat ku mund të ndikohet pak më tepër se të tjerët, prandaj do t'i këshilloja të gjithëve që këto zona që sa përmenda të jemi pak më të kujdesshëm. Në qoftë se kemi dhimbje tek nervat e këmbëve, sidomos, gjatë kësaj periudhe duhet të jemi pak më të qetë, të mos egzagjerojmë me lëvizjet tona, sepse mund të jemi hiperaktiv, siç e thash, dhe kjo detyrimisht mund të krijojë probleme të rëndësishme, sidomos tek gjunjët. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm dhe shumë të bukur për sa i përket çështjeve sentimentale, prandaj dela është në fund. Për të gjithë ata që ju është shtuar zemra, kjo është një anekdotë e cila do i bëj që të besojmë përsëri tek dashuria, po e them në këtë mënyrë. Do të futen në jetën e tyre persona të cilët t'ju shpërblejnë, domethënë të gjitha gjërat që kanë ndodhur në të shkruar që ata i kanë zhgënjur, tashmë do të përballen me persona që do të jenë pozitiv, do të jenë të përshtatshëm për ta. Nuk po them se gjithçka është fush me lule, por do të jenë persona të cilët qëllimin do ta kenë për mirë. Për këtë arsye kemi shumë më tepër mundësi për shenjën e Shëgjetarit që të krijojnë lidhje shumë më të shëndetshme. Prandaj dhe, në qoftë se fokusohemi më tepër tek gjërat që po funksionojnë në këtë moment, do të jetë shumë më efikase për ta. Shenja e Bërciapit. Atëherë, shenja e Bërciapit është e ndikuar shumë në këtë moment, është një periudhë në të cilën ndikohet shumë. Kjo hënë e plot do ta preki tek shëndeti i tyre fizik. Është një ndikim vërtet shumë i fuqishëm. Arsyeja që do të preket është se do të shkënjehet shumë. Do të shgënjehet shumë nga të gjithë pothuajse dhe më tepër do të ketë ndikim bota e tyre brendshme dhe personat të cilët në këtë moment do të dalin në sipërfaqe dhe që janë toksik. Prandaj dhe për shenjën e Bërciapit kemi një periudhë e cila është pak problematike. Të gjitha këto mund të hapin plagët e të shkuarës, që do thotë që gjitha traumat që kam brenda vetes së tyre do të dalin pak më tepër në sipërfaqe. Kjo do të vijë në formën e ëndrave, domethënë maktheve. Mund të kemi sipërfaqësimin e fobive, të frikrave. Është një javë e cila mund të bëhet pak problematike, por gjatë kësaj periudhe mund të kemi shumë të zhvilluar edhe intuitën tonë. Domethënë syri jon i tretë mund të hapet për shenjën e Bërciapit. Prandaj dhe çdo gjë, çdo ndjesi që po keni në këtë moment, unë do ju këshilloja që pak a shumë ta ulni përballë jush dhe ta kuptoni se pse po ndodh. Nuk është një ndikim negativ, por është një botë e cila shenja e Bërciapit e ka pak të huaj, sepse gjithçka e do praktike, e do diçka që e prek, domethënë. Prandaj dhe mund ta ketë të vështirë si fillim që ta bëj këtë që sapo thash, pra që të ulet me ndjenjat e tij. Por në qoftë se e bën këtë, është shumë më i aftë që të zgjidh edhe problemet që do duken në sipërfaqe, siç e thash, janë ato të shëndetit fizik. Pika ku do të preket më tepër shenja e Bërciapit do të jetë vërtet tek këmbët, tek gjunjët, mund të kemi dhimbje shumë të fuqishme në këto momente. Duke qenë se është zona e cila ata ndikojnë më tepër se të gjitha të tjerat. Plus, mund të kemi edhe probleme me mushkrit. Të gjitha ata që kanë kaluar në një mënyrë ose në një tjetër probleme tek mushkrit, gjatë kësaj periudhe do ta ndjejnë edhe më tepër këtë si problem. Mund të kemi edhe probleme me pjesën e gjoksit. Kjo është e vlefshme më tepër tek femrat, por mund ta kemi edhe aty. Prandaj edhe të gjithë ata që janë tek shenja e Bërciapit do të këshilloj që të kujdesen shumë për këto tema që sapo përmenda. Mënyrë se si do ta bëjnë
e përmendëm në fillim. Një mënyrë tjetër që mund të zbatojnë është që të fillojmë që të bëjmë disa rutina që janë pak të shëndetshme, mundësisht pak spirituale, për shembull të meditojmë, të bëjmë ditar e të tjerë. Këto janë gjëra të cilat do të na ndihmojnë në mënyrë të dukshme. Pikat ku do të kemi rritje pas kësaj është efikasiteti që ne kemi në jetën tonë. Jemi më të vetëdijshëm pas kësaj dhe këtë arrim që ta jetim në praktik. Pra, duke e njohur veten tonë më mirë, botën tonë më mirë, se cilat janë frikrat tona dhe përballem me to, në mënyrë që t'ja shkëlojmë, kemi mundësi që të fokusohemi tek jeta jonë e përditshme. Të shikojmë edhe njerëzit në realitet se si janë dhe si rridoj të jemi shumë herë më pozitiv në njerëzve që kemi rreth e rrotull. Kjo do të ndikojë në mënyrë shumë pozitive në ambientet e tyre të punës për me kolegët, të cilët kjo hënë e plot do t'i nxjerrë pak më tepër në skenë. Këto tematikat që kanë të bëjnë tek vendi i punës për me kolegët do të jenë shumë më tepër aktive gjatë gjithë kësaj jave. Mund të kemi edhe përplasje, por mund të kemi edhe një njohje të re, e cila mund të përkthehet edhe në lidhje sentimentale. Prandaj edhe shenjës së vritjave do t'i këshilloja që gjatë kësaj jave të fokusohemi pikërisht tek këto tema. Nëse nuk kemi në një lidhje, mundësia më e madhe për të krijuar një lidhje pra do të vijë nëpërmjet kolegëve ose kolegët. Okej. Sa po arrit në ujori unë të shoh kërën. Okej. Atëherë, ujori te kjo hënë e plot ka ndikime në përgjithësi pozitive. Pse i ka këto ndikime pozitive? Sepse kjo hënë e plot do të ketë kënde pozitive tek ka këndë pozitive edhe me hënën edhe me diellin, si rrjedhoj ujori në këtë rast, edhe nëse ka sfida, ka aftësi për të zgjidhur sepse do të marrë një ndihmë shumë të madhe nga sistemi. Gjë e mirë sepse ka Plutonin të vendosur aktualisht tek shenja e tyre. Por Plutoni gjatë kësaj hëne të plot do të ketë një kënd pozitiv me Venusin. Venusi është planeti i dashurisë. Dhe do ta ketë vendosur pikërisht tek çështjet që shenjës ujorit i interesojnë më shumë. Jeta e tyre sociale dhe ëndrat qëllimet e tyre. Mund të kemi një zgjerim shumë të madh të botë kuptimit të tyre. Kjo do të thotë që ata vetë si persona mund të kenë mund të hyjnë në jetën e tyre persona të cilët i zgjerojnë, që i japin dituri, i japin njohuri, edhe anasjelltas. Pra mund të bëhen pak a shumë edukator ose mund të marrin edukim nga jashtë. Dhe kjo është një periudhë e cila ata do të zhvillojnë në mënyrë të dukshme. Do t'i bëjnë që të ndjehen shumë të lumtur në mënyrë të themi. Plus do të thotë edhe fat në dashuri. Martohen, po, mund edhe të martohen. Vërtet mund të martohen, sepse kanë shumë fat në dashuri, janë shumë, domethënë janë futen më mirë të themi, në një fazë më romantike në këto momente. Dhe siç e thash, edhe Venusi ka një kënd pozitiv pikërisht me Plutonin që i bën, edhe nëse janë bardhë dhe zi, dhe nëse janë shumë të prerë, kanë mundësi që të dalin përpara persona që janë në të njëjtën prerje, dhe si rrjedhoj, të mund të krijojnë një lidhje shumë më të shëndetshme dhe të përshtatshme për ta. Prandaj edhe shenja e ujorit, në vërtetë jam shumë e lumtur që po e them që ka ndikim pozitiv. Është zgjedhje personale, pa ata që duan të rinë beqar mund të rinë beqar, por po e them në këtë mënyrë është periudha që janë me fat dhe mund të realizojnë ëndrat e qëllimit të tyre. Çfarë është ëndrat dhe qëllimi juaj është i juaj. Dhe në këtë pikë do të marrë dhe një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria. Por duhet jemi të kujdesshëm tek vendi i punës. Sidomos me prorët tanë, ata mund të marrin vesh tash e theme ose mund të shpërndat tash e theme për ju tek vendi juaj punës. Për këtë arsye mund të keni dhe humbje prestigji. Duhet të jeni shumë të aftë që t'i manovroni këto tematika. Të mos bini pre e këtyre manipulimeve që po ndodhin në këto momente dhe të vazhdoni të bëni punën tuaj. Duke qenë se pas kësaj keni mundësinë që të mund të jeni shumë më të suksesshëm. Pra të gjitha këto gjëra që po ndodhin të vërtet janë në avantazhin tuaj, sepse keni mundësi që të nxjerrni të vërtetën në skenë. Këshilla ime do të ishte që tek vendi i punës të krijoni miqësi të forta, të gjeni persona të piketoni, persona të cilët janë të sinqertë, të afroheni me ta, sidomos persona që janë të drejtë, që thonë të vërtetën, do t'ju ndihmoni shumë në këto momente për të zgjidhur këto probleme që mund të shkaktojnë nga ata të tjerët. Marrëdhëniet familjare në këto momente janë në tronditje sipër, kjo nuk do të thotë se është diçka negative, është thjesht në mënyrë që ne të krijojmë, e kam thënë edhe përpara, themelin që na nevojitet. Domethënë provohet një tani, sa i shëndetshëm që nga ky themeli që të ndërtojmë shtëpinë pastaj. Nëse është i shëndetshëm është okay. Nëse nuk është i shëndetshëm, domethënë që duhet të shtojmë një gurë, duhet të heqim gjë tjetër, domethënë që ta bëjmë të shëndetshëm dhe të ndërtojmë shtëpinë që na nevojitet. Prandaj dhe
Shenjës së ujorit do t'i këshilloj që në këto moment, edhe nëse kemi probleme brenda shtëpisë, banesës, nëse se kemi probleme po e themi me familjarët tanë, do t'i këshilloja që të shikoni pse po ndodh kjo dhe cila është zgjidhja, në vend që të fokusojmë në ndodhet dhe neve. Pra, e kemi ne të gjitha në dorë. Nga kjo hënë e plot, ajo çfarë do të preket te shëndeti i shenjës së ujorit, në përgjithësi, po them në këtë mënyrë, në përgjithësi do të preket shumë sistemi i tretës dhe do të preket shumë edhe sistemi nervor. Prandaj dhe do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Sistemi nervor më pak se rreth sepse ka ndikime pozitive, prandaj nëse preket do të mund ta i kaloj shumë thjesht, por sistemi i tretës do të preket në mënyrë të dukshme, prandaj do t'i këshilloj që të jemi të kujdesshëm për çfarë konsumojmë e të tjerë të tjerë. Është një periudhë vërtet ku mund të shkëlqejë shenja ujore, do të doja që ta përdornit në maksimum. Prandaj dhe po ju them. Dhe shenja e peshëve është ndikime të përzira, një lloj siç ishte tek shenja shigjetare, siç ishte tek binjakët dhe tek virgjëresha, por është shumë më e ngjashme me shenjën e virgjëreshës. Për shenjën e peshëve në këto momente, duke qenë se kemi aktualisht dy planete shumë të rëndë, që njëri është Saturni dhe Neptuni të vendosur tek ta. Më e rëndësishme në këtë rast është Neptuni sepse krijon një farë mjegullimi, krijon efektin e iluzionit. Prandaj dhe shenja e peshëve mund të gënjejnë shumë veten e tyre. Mund të thurin ëndrrën e diell pra pak a shumë dhe kjo detyrimisht indikon ata që të mos arrin që të perceptojnë realitetin ashtu si është dhe detyrimisht të humbasin kohë. Edhe nëse kanë mundësi përpara për të avancuar, nuk arrin që të perceptojnë mirë sepse mund të humbasin të botën e tyre të iluzionit të ëndrave. Prandaj dhe nëse e te kalojmë këtë, është një nga shenjat që do të ketë rritjen kolosale, një lloj siç ishte tek shenja e virgjëreshës. Ajo çfarë do të mbaroj për shenjën e peshëve në këtë moment janë probleme që kanë ekzistuar brenda shtëpisë dhe banesës. Që do thotë që nëse ne nuk kemi pasur mundësi që të bëjmë me shtëpi, ose kemi pasur probleme brenda shtëpisë, banesës, me familjarët tanë, pra këto tematika gjatë kësaj periudhe, ose më them që nga kjo anë plot do të gjejnë zgjidhje. Por deri në atë pikë detyrimisht do të vazhdojnë që të dalin në sipërfaqe. Përveç problemeve, për shenjën e peshëve do të dalin në sipërfaqe, ose më them do të përballen vazhdimisht edhe me mundësi për të zgjidhur këto. Që do thotë mund të përballen me njerëz që bëjnë oferta të ndryshme e të tjerë. Disa nga këto oferta do të kenë të bëjnë edhe në lidhje me karrierën e tyre. Prandaj dhe mund të kemi dhe oferta për të zhvendosur jashtë qytetit, jashtë shtetit, brenda qytetit, pak rëndësi ka. Oferta për të zhvendosur, sepse tematika kryesore për shenjën e peshëve në këtë moment është zhvendosja. Kjo në mënyrë që të shkojnë në një vend, në një zonë e cila është më e përshtatshme për ta. Do t'ju këshilloj të zgjidhni një, domethënë nëse keni mundësi të zgjidhni një vend që është afër me ujë, sepse peshëve bën shumë mirë. Nëse prisni lëvizje pune, po kjo është momenti ideal për këtë. Do t'ju këshilloj të prisni deri të hënën tjetër, domethënë, nëse nuk e kanë kontaktuar, të kontaktoni ju. Retrograda e Merkurit do mbarojë këtë fundjavë, prandaj edhe pas asaj kemi shumë më tepër mundësi që të shikojmë, të perceptojmë mirë zgjidhjen. Po deri në atë pikë do të këshilloj të vazhdoni të vëzhgoni. Ndërkohë që aty ku do të rregullohen më tepër tematikat, po dhe ku mund të përballemi si fillim me le të themi persona të cilët na mashtrojnë ose persona të cilët përhapin tash e themi me ne, për ne janë tek vendi jonë i punës. Kjo është edhe arsyeja që shenja e virgjëreshës, më doli nga shenja e peshëve, do të këshilloj që në këtë pikë të jenë të kujdesshëm. Nëse jemi të kujdesshëm dhe nuk bëjmë prej këtyre manipulimeve, kemi mundësi që ne të bëhemi drejtor pastaj. Një lloj siç ishte edhe te gjitha shenjat e tjera, do të këshilloj që të gjejmë të marrim rreth rrotullnesh, të krijojmë rreth rrotullnesh një farë bariere ose të krijojmë një shoqëri e cila na mbron, që thotë të vërtetën, dhe që na gjendet pranë. Kjo është e vlefshme edhe si për kolegët tan, po ashtu edhe shoqërinë në përgjithësi. Shenja e peshëve është shenja që në këtë moment ka mundësi shumë më të mëdha për të gjetur veten e tij dhe për të pasur sukses shumë të madh. Këtë kam thënë shumë shpesh, por ka shumë persona që nuk po ndoshta po përballen me shumë probleme ose me shumë sfida e një të gjë vlefshme mund të kenë një stimulim vërtet shumë të madh, prandaj nuk kanë të perceptojnë tamam se cila është rruga që duhet të ndjekin. Mënyra se si mund ta bëjnë këtë është që ta vëzhgojnë mirë situatën nga jashtë. Kjo është e vetmja mundësi dhe të mos harrojnë që të gjithë personat
të gjithë personat që kanë rreth rrotull kanë një ndikim të caktuar. Dhe në vend që ti marrësh çdo gjë personale, të mundohen të kuptojnë se çfarë ndikimi ka ai person X në jetën e tyre dhe të mos reagojnë pra të marrin personalisht çdo veprim që bëhet. Se nuk është kaq shtyr, është thjesht për ata që të kuptojnë se çfarë po ndodh. Shëndetje, shenja e peshqve ka shumë të prekur. E ka vërtet shumë të prekur, sepse është vetë një shenjë e cila ka një imunitet më të ndjeshëm se të gjitha shenjat e tjera. Prandaj dhe do t'i këshilloj që të jemi të kujdesshëm si gjithmonë për çështje sentimentale. Me që done, dashuria po është një nga shenjat që ka më tepër fat. Mund të vi pak a shumë surprizë, kështu tak me njëherë, dhe për shenjën e peshqve, sidomos për meshkujt që janë të shenjë e peshqve, mund të kemi edhe martesa. Tash, si u gjej dot unë? Ne kam thënë këtu, nuk e u gjej dot unë. Nëse dëshironi, mund ta ndiqni që atje. Do të jem tek programi në shtëpinë tonë, si gjithmonë. Jam në shtëpinë time atje. Okej. Mirupafshim, që jemi të shtunë. Pafshim.